Gjykata e Shkodrës ka lënë në burg Vasel Koçekun 43 vjeç dhe Claudio Lisaj 20 vjeç të dyshuar si autor të vrasjes së 20 vjeçarit Pavlin Preka, ngjarje e ndodhur në 20 shkurt të këtij viti në zonën e Gucisë së Re. Prokurori Albert Murça e kërkoi masën më të rëndë të sigurisë, duke theksuar se ekzistojnë përgjime ambientale, një pjesë të cilave vijojnë të jenë sekret hetimor dhe që sipas tij përbëjnë bazë të fortë për dyshimet ndaj tyre. Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës Arbër Raja dhe Eblerin Bashdari kërkuan që ndaj Koçekut dhe Lisaj të mos vendosej asnjë masë sigurie, duke argumentuar se mungojnë prova konkrete që i lidhin drejt për drejt me vrasjen. Të dy të dyshuarit kanë mohuar në mënyrë të përsëritur autorsinë e krimit, si gjatë marrjes në pyetje nga policia, ashtu edhe gjatë seancës gjyqësore. Ata kanë deklaruar se nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe se nuk kanë lidhje me vrasjen. Mohimet të njëjta janë bërë edhe në ditët e para pas krimit, kur policia i mori në pyetje këta dy shtetas, por edhe tani, rreth 10 muaj pas ngjarjes. Sipas burimeve hetimore, vrasja dyshohet se ka si motiv një konflikt të gjatë që lidhet me dëshirën e viktimës për t'u fejuar me vajzën e Vasel Koçekut, e cila aktualisht është 16 vjeçe. Historia sipas hetimeve nisi rreth 3 vite më parë, kur Pavlin Preka i kishte kërkuar dorën për fejesë familjes Koçeku. Në atë kohë vajza ishte vetëm 13 vjeçë, ndërsa Preka 17. Kërkesa ishte refuzuar menjëherë nga babai i saj. Megjithatë, sipas burimeve, gjatë viteve në vijim, Preka ka vijuar të shfaq interes dhe këmbgulje për vajzën, duke shprehur ndjenjat e tij edhe tek persona të tjerë. Familja Koçeku nuk e ka pranuar kurrë këtë kërkesë, duke e konsideruar të papranueshme për shkak të moshës së mitur të vajzës. Sipas hetimeve, dyshohet se mëngjesin e 20 shkurtit, Claudio Lisaj, i njohur i viktimës dhe i familjes Koçeku, e ka nxjerrë Pavlin Prekën nga banesa e tij në Gucitë të Re. Më pas, sipas prokurorisë, Vasel Koçeku e ka qelluar me armëzjarri duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.